Si e ka Mario në piano si quhet atë poshtë me nota kështu? Me nota poshtë, mbas. Me nota negativa. Minore. Ose minore, të trishtueshme. Trishtueshme. Si Të është trishtueshme. Kështu është Trishtueshme. Pak a shumë. Një është. Mario Doli Gerta Gigjari. Luftëtarja Vani dyti joti. Ai që ti e kishe vend parë, po së thoshe dot. Se kam vunë vend parë, Mario të shtit, çfarë dush thuj, janë videot aty, megjithatë. Së thoshe dot. Atë po them, së thoshe dot edhe. Edhe ti se thoshe dot, po ke thënë se ke bën. Kot me mendje janë faktet video që flasin. Se çka kam unë mendësi, se çka kam unë kam thënë, preferoj si lojtare Gertën, po se fiton Gerta. Kështu që s'ka lidhje kjo. Unë mund kem shije më pëlqy edhe ai. Serno, çrëndsi ka, nuk e fiton. Për 1, 2, 3, 4 arsye. Gerta luftëtarja më e fortë aty, që dhe me ke donë tanë publiku, ti ke fitu zemrat e publikut. Këto të dyja nuk kombinojnë me ken as e katërta. Për mendimin tem, shqyqyr që doli Gerta, nga si ka shku ky bik, nga fillimi deri në fund, shqyqyr që një njeri si Gerta, një lojtare që doni nën, fëmijë, gru, vajzë, nuk është sot në këtë finale. Në këtë finale me këto ngjarje që kanë ndodhur, jo se siklet me këto të katërt. Po shembull tyra këtij sezonit u duket, ky sezon mahet mend për këtë gjëna pra. Me shembull tyrën e kësaj, shqyqyr që Gerta nuk është sot finaliste, unë jam shumë i kënaqur që Gerta nuk është. Unë e pash që Gerta nuk ishte fare e përgatitur për mos me kanë në finale. Patjetër më burr, po jo më nuk bën sens, Sigurisht edhe neve s'kena kanë hiç përgatitur që Gerta mos me shku në finale, sepse Gerta duhet me shku në finale. Ta lesh Eglin edhe një javë se mos po prish mikrofona, se vetëm për këtë kanë lënë Mario. Ti je i bindur, Për këtë ti je i bindur. Ti ke me pa gjatë javës, ke me pa në pishin te këto karriget e plazheve, Rozanin me lehet duke pi kafen e mjesit. Duke ba muhabet teatrit edhe këto gjëra s'kan me bas, s'kan me bë debat. Nuk bëjnë debate më. Ku shifet kjo javë mama? Ja, dhe Eglin me gjestin, a thënë në mikrofon, me stimë, me gjana që do t'i bëjnë, do i bëjnë muzikë bukur, do i bëjnë sauna, që t'arrin një pikë. I kaq mendojnë që kanë fut Eglin vetëm për këtë pjesë. Se kanë nohat që gjesti pa e kërkon, vetëm për kaq që kanë bën, mendoj unë. Për mua turpi mall, por nga ana tjetër shqyqyr që nuk është nik. Unë desha me të kallëzu që kjo eja çfarë marrëveshje do të ketë bërë që ka më rrit deri këtu domethënë. Se unë nuk e di për cilën arsye ka ardhur përpara. Se me fjalë të tjera të tha dhe Gerta, kush mendon që e fiton asnjë thot përderisa jam unë aty brenda, asnjë s'mendoj, në rregull. Kretë drejt. Dhe me që duhet me thonë për dikën, tha ma doptin pra. A e kupton? Po. Tha ma doptin me që aty është me çu përpara kauzën e vetë mohimit për hir dashurisë. A kupton ti çfarë? A kupton çfarë finalistit? Finalisti vetë mohimi për hir dashurisë që flet për kamerat me ndëgju publiku që është të bëhet puna, kupton? Një finaliste që as vetë se beson që është finaliste. As vetë. Imagjino. Aja ka kanë të mendum si të rriu një javë faqesin të shi, a thu po më ftofen gjonat, mërë se kam halë se po më ftofen gjonat, e sa kisha marrë në situatën i fije. Ata një ta gjona ka mendum. Shumë mirë, unë kam i klasë. Nga kjo, skenari i vllajt madh, nga kjo që doli eja në finale, unë mendoj që këtë javë që vjen, në mos qysh sonte, unë mendoj edhe qysh sonte, i bëj thirrje aty në njerëzve që janë të interesuar me pa përtej një puthjet në ekran, pra në televizor me pa se kur bëhen keq kur puthin, shohin dikë u puth në televizor, sonte ose këtë javë një natë ka për të kanë një natë, kështu që mundeni me u zhyt mbrand me pa. Që mezi e keni prit tash një vit e kusur. Unë gjatë jetës mendoj që kam ndodhur këtë javë, vetëm për këtë pjesë. Për cilën pjesë? Për cilën pjesë? Për thymin e mikrofoneve. Çka kam thënë? Për cilën pjesë pra, nga që ju fut në finale. Pa e për njëtë pra. Po për njëtë pra deshma, me i bë tana, se i duket sikur është ky sukses. Po ti ishte Gerta, do të kishte pas debate tan kohën edhe janë aty të ushohen me një tjetrin 84. Me një tjetrin. Tash janë tan fjetën me ata dy
Muhabete arti e kulture, a një filanin, a man, ku ka shku filani? A pse ka në Amerikë, a ka qenë aktor i mirë. I kyt kena me pas nga pjesa këtej. Pjesa tjetër ka me s'ka nga e mojnë ata. Shkire çka keni me bën? Një javë. Unë jam shumë i kënaqur njerë. Për vetin tim unë jam i kënaqur që lojtarja më luftarake dhe fitoj zemrat e publikut, si thot Neda. Ti nuk fitove, po fitove zemrat e publikut. Edhe kërë të thonë, me badosh publiku, me ta mani të orbit, me badosh shumë publiku, të tisha kënë finale. Po së të dënë publiku. Tesh me Raman e dënë publiku Eglin, e Mario? Jo, nuk mendoj. Të paktën për Big Brother jo herë. Për një gjatë tjetër po. Për Big Brother nuk besoj. Një pler, falimnet që pononi të gjona 10 minut mos ma keq për Big Brother.